Gjarovës, Esselamu alaikum, kur lejohet të shkutohet namazi, Allahu ju shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në hadithet të sakta dhe më afër shpjegimit të sakt, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e ka kalu Medinën, që nuk I ka po shtëpiat e Medinës, e ka shkutuar namazin. Dhe kjo është e saktë. Pastaj kanë folur dietarë, disa kanë përmendur me këshill ku ka pas qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkuar, disa kanë thënë me ba 85 kilometra, disa kanë thënë kështu, disa kanë thënë kështu, këto të gjitha ma jenë mendime, asnjë nuk është argument. Argument që është I saktë, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se I ka kaluar Medinën që si ndok shtëpiat e Medinës ma, e ka shkutuar namazin. Kjo është I saktë. Të tjerat, masane janë mendime të dietarëve. Nëse ecet sipas mendimeve, inshallah s'ka problem, veç duhet të zgjedh pastaj një mendim, jo vetëm thonë e kam mendimin e Hanefive të mortën me Ambelive, më ajgore, por nëse ecet sipas një mendimi, më ecet sipas një mendimi. Por ajo që është e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka kaluar që sundok pas shtëpiat e Medinës, e ka shkutuar namazin edhe unë mendoj që ashtu. Por çdo që niset me shku dikon, si të kalon që s'duket shtëpiat e atij vendbanimi që nifet çaj vendbanim me qatë emën, lejohet me shkëtue edhe me bashku namazin Allahu a'lam.